Rëma, mirë se erdhët edhe në këtë klik. Derisa në Maqedoni vazhdon të jetë në mod kriza dhe debatet rreth saj, ne do të flasim për atë që asnjëherë nuk del nga moda dhe ajo është vetë moda. Në studio kam ftuar 4 persona publik të cilët miren me të bukurën, secili në mënyrën e vet, 2 prej tyre konkretisht me vetë kreacionet e modës. Atëherë kam kënaqësinë sonte në studio të kem profesorin e nderuar Izet Suri, mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se gjeta. Pranë ti është profesoresha e pianos, pasionarja Aslani, besoj se e qëllova emrin sakt, për ne e njohur si Narja, një profesoresh që jo rastësisht është sonte në studio me një stil jo konvencional për profesoreshat, por ndoshta shumë konvencional për një profesoresh në shkollën e muzikës. Nare, mirë se erdhe. Mirë mama, mirë se gjej. Në krahun tim të djathtë, për dallim prej netëve tjera, kur qëndrojnë analistët për të përballë me politikanët, kam kënaqësinë të kem zonjën Mila Kadriu, kreatoren tonë të modës. Mila, mirë se vjen. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Dhe kur thash që miren me të bukurën, zotëriu në Skajin e djathtë, miret me fjalën e bukur, poeti ynë Lulzi Maziri. Luli, mirë se erdhe. Mirë se gjej. Do të flasim për modën, ndoshta nuk do të kemi kohë të flasim për modën globale, por do të përqendrohemi te moda të shqiptarët, apo moda në Ballkan, apo moda në viset më të afërta këtu te ne, Tiranë, Prishtinë, Shkup. Do të filloj nga ju, profesor. Si vishen shqiptarët? Pa, Mila është ma mirë, ajo i di. Ma mirë se unë ka 25 vjetë që jam largu për këtumit, po nuk ekziston ajo moda shqiptare. Edhe si të mundi me thonë edhe në Evropë, sidomos për burrat, nuk ekziston moda franceze. Ekziston moda italiane, për burrat, edhe moda angleze. Ajo me shumë kohë, që ato se e kanë tipik stilin e vetë. A këtu, femnat janë me influencat otomane, turko-arabe, për festat, për darsmat, për këtë atë, është ajo influencë shumë e madhe. Rinia veshët në Shkup, si veshët edhe në Paris, edhe pse mungojnë mundësijat financiare, se sot informatat i kanë aj që një i ri në Shkup, edhe aj tjetër në New York, edhe aj tjetër në Paris, i kanë njëjtat informatat. Që ashtu nështë ta mungojnë mjetët materiale, po nuk ka dalim të madhe. Jemi afër Evropës për nga stili. Burrat këtune, burrat janë absolutisht tup të krejt. Se nuk janë qëtash një pjesë prej ative kur shëtit një juna për qarshia tine, edhe ato kanë nisën me imitue koslimat arabe, por zdi për shka se kanë herë edhe unë kur hejtë që rrugës, habitna, a jam në Teheran, a jam me një shtetë arabe këtune, burat kanë nuk e përcelin shqiptarët modën këtune, a shqiptarët po. Shqiptarët më shumë. Po. Luli. Anita, kisha dash të them, vetëm që shqiptari veshet në paraq sa e ka statusin socioekonomik dhe kulturor. Besoj se nuk mund ngritet nga ajo që quhem status shoqëror, kulturor, ekonomik. Nuk mungon, është një mirë që nuk mungon informacioni, për shembull, se si vishet bota. Në ditë sotit e ke shumë lehtë ta kuptosh se si vishet bota, po çështja është përsa identifikohet me një lloj veshje. Përmendi profesor Curi që më tepër identifikimi është me diçka otomane sa diçka që është kontemporane, moderne ose mode kohët, sepse moda është diçka që lëviz, nuk është diçka statike. Dhe si e tillë ajo edhe në historikisht ka një ecurit të saj, ndoshta më shpejt se ecurit kulturore, sepse është çështje e çastit, që dikton çasti se si do të vishesh, si do të sillesh, si do të flasësh. Për shembull edhe moderatorët e televizioneve dallojnë për atyre para 20 viteve, se e kjo është modë, du të them. Nuk është modë vetëm në të veshurit, por modë është edhe në të folurit, në të artikuluarit, në fe, në shoqëri, në kulturë dhe shumë. Mos e filozofoj punën,
vishemi para sa e kemi statusin ekonomik, shoqëror dhe kulturor mbi të gjitha. Faleminderit. Mila, edhe profesori tha që ti ndoshta më së miri mund të na tregosh, u përmend që të gjithë kemi tani qasje të barabartë në informacion. Por, çfarë informacioni nga moda për zgjedhin shqiptarët këtu? Apo çka më së shumë t'i veshin? Pajtohem se shqiptarët kanë sens për të veshur. Definitivisht, janë të informuar. Prej më herët e kam parë botën, edhe kur kemi jetuar në një shtet komunist të quaj. Sa duke do ka influencë, din të zgjedhin të bukurën, janë për të bukurën. Mund të krahasoj shumë thjesht edhe dasmat. Një dasëm shqiptare kur shkohet dihet se çdo kush kodin e veshjes e ka respektuar. Ndoshta ne edhe qeshim disa herë, se ndoshta e teprojmë, mirë po mundohem deri diku domethënë të mbajë një standard. Nuk e di, ndoshta influencat ne jemi në shumë rrymë, domethënë në një vend ne jemi shumë të vogël, kemi një treg shumë i vogël, jo aq i zhvilluar fatkeqësisht ekonomikisht, edhe gjithë kjo ndikon. Mirë po të dish, të zgjedhish, domethënë të kesh stil të ndërtuar, për atë dallohemi, definitivisht, në çdo send. Rryma që ndikojnë tani janë domethënë prej evropianët, edhe domethënë ne fizikisht gjendemi në kontinentin e Evropës. Mirë po kemi edhe shumë rryma të tjera. Meqense jemi shumë të vogël, kushtimisht ta quaj, ndikohemi shumë shpejt. Edhe prandaj ekziston domethënë një laramani shumë e madhe. Të rinjt nuk më pëlqen si zhvillohen. Domethënë mendoj se duhet ta mbajnë një stil, duhet ta vazhdojnë, duhet të ketë një alternativë, duhet të jenë pak më shumë të eksperimentojnë, definitivisht, për shkak se ne mund të mbajmë një standard, mirë po ato janë që, domethënë, që i shohin tendencat edhe që i themelojnë ato tendenca, pse jo, që i shpikin. Nuk është vetëm çështja e modës. Domethënë, ne nuk kemi një zhvillim ekonomik, ne nuk kemi një zhvillim të arkitekturës, sidomos ajo që në to Shkupit kohëve të fundit është, nuk e di edhe unë çfarë është. Domethënë, kur nuk është bash një, domethënë, ta veshësh një fustan në Manhattan, ta bash edhe në rrugën Maqedoni. Domethënë ka shumë dallim. Zhvillimi i artit edhe muzika. Domethënë për momentin në Maqedoni ka një ngecje të këtij aspekti. Domethënë sa zhvillohet kultura, ajo është një hap përpara modës. Edhe do të edhe moda të tentoj. Shpresoj se do rregull. Domethënë kemi baza, vetëm duhet zhvillohemi e të ecim përpara. Nare, Mila përmendi muzikën. Sa desha ndërhyj. Ose cila ishte... Jo, do të ja fjallën edhe pa drita, do të bëj lëshime, sonte edhe pa drita do të ja fjallë. Sa muzika ndikon, muzika të cilën njeriu dëgjon veçanti të rinjt, ndikon në krijimin e stilit të veshjes së tyre? Unë mendoj se shumë ndikon muzika, edhe ajo është një send kyç të na. Jemi të përcaktuar, apo kryesisht për popullin tonë folim. Edhe tashi, muzika, kjo është shekulli 20-21 kryesisht është edhe vizuele, nuk është se vetëm dëgjohet, ajo shifet se secili që diçka qet në pah, atë e bën edhe me videoklip. Secili promovohet sot me videoklip, interneti na ofron mundësi me i pa ato klipe kurdo. Na shumë i përcjellim ato, rinia shumë e ka krijuar një shije të veçantë tash në këtë kohë. Mirë po kjo ndodh qysh prej viteve 60-ta, jo kot nuk thojnë vishësh si rocker, ose vishësh si reper, ose kjo ajo ndikon. Të zhina, kur ndigjojmë diçka dhe na pëlqen, edhe e shofim, ndoshta s'na pëlqen, por në një vetdije, pasi që na pëlqen edhe konzumojmë atë shumë muzikën, e shofim edhe veshën, e pastaj në një mënyrë mund edhe ta imitojmë, msheftas ose haptas, që t'jemi sa më afër asaj këngë, ose muzikës që e ndigjojmë, edhe krijojmë automatikisht stilin e të veshunit në ndikimin e yjeve të muzikës, cilat i shohim në videoklipe. Zotri Izet, ju ndoshta mund të na bëni një kronologji të modës këtu tek ne, edhe pse keni jetuar në Paris, besoj që i keni pas syt sado kudo te popullata këtu, edhe te ftyrat publike këtu, edhe të na mbrini te videoklipet shqiptare tani. Çfarë mode ato përçojnë te rinia? Unë kur kom fillu zanatin, me mësu në Shkup, ka qena e viteve 60-ta, kom pas shansë se në viteve 60-ta kanë fillu grupat, muzikës, rockerat, kretë grupat,
ashtune, jam konë mjesin e asaj, ashtu janë veshën absolutisht ato që takoj shumë munat, me ato shokë që ishëm, na ishme shumë të knaqë, se ishën qka ditë ke një model në Londrë, me njëherë bajshme këtu në Shkupe, në atë kohë edhe ka pas roba qepsa, nuk ka shkur sot nuk mundi me gjetë roba qeps në Macedoni. Roba qepse, femrat po, se shumica e femrave shqiptare nuk punojnë, kanë mësu zanate, qepin në për shpia, në për këtë ato, edhe kanë rujtën pak zanatin. Po masëne, unë mendoj që sot është një, edhe pse ekzistojnë kreatorët modët, talentum këtune, ku veshët femna këtu në Shkup? Ku veshët? Të femna veshët pesh me shku në punë, ja se kur ka darsëm. Nuk shkon këtu në operë, nuk shkon në teatr, nuk shkon shumë rrallë, shkon në restoran, shumë rrallë. Nuk po thamë se këtu janë di bote, është në tonë vardarit e në këtonë vardarit, nuk po thamë, po femna ku veshët? Tu veshët vetëm me shku në punë, që të rëpunë nuk ka as balda, as festat mloja, ku mundët më vesha, festivale, diçka. Unë këmë shku këtu në teatr, njerëzit shkojnë me patika, me gjinsa, me keta, nuk i apin rëndësi, absolutisht. Femnat mundohen më veshën mirë, që shkojnë punë. Po foli për femnat shqiptare, shumica nuk punojnë. Nuk punojnë. Ku veshët ajo? A vesh ku shkon me pi qaje, me pi kafe, ja se ndarësëm, që të shkun zveshët ajo. A do thot që ju, Mila dhe kolegët tuaj keni më pak punë për këtë shkak? A do thot kjo që ju, Mila dhe kolegët tuaj keni më pak punë, nuk keni kujt i ofroni atë që prodhoni? Jo, ajo puna ekziston, po influensat, im klasë të ju thash në fillim, që influensat janë absolutisht, unë zdi të Mila, po tuk njerëzit ku veshën, darsmat, ja se ajo, si ke maturantët, nuk ka. Une, kur jam konë i ri, na shumë, të mjeshtri jem, kishmi njaft i bashkë me 20 kostima. 20 kostima i bashkë njaft, edhe ishte për vitineri, ishte evenmente, e sot shumë mendoj që unë i kum pasë, se i kum pasë betëm darsmat, darsmat që i veqen, por nuk do me thonë ajo që ka degradue, absolutisht, jo, tregja është i qudit shumë, e sot ju qënë kështu, nesër ju qënë kështu, e tash me ardhë për të mashkujt, nuk ka stil shqiptare, për shënajmë thash, stil italian ekziston, si cëli kreatori modës, mi thonë dikuj që si veshën italian, të përdojnë, italian janë qudit shumë, se janë shumë të guxushëm, ato i bajnë gjyrat, i bajnë këtë, këtu që thëj ke nana eme me vesh një patet italianet qesin gazete. Je bon për gazete. Burat nuk japin, nuk po dhëmë dikush që e përcel modën pak më shumë, po shumica jo. Shumica jo, absolutisht burat janë 95% me basketa, absolutisht. Njerëzit politikës, ato veshën, mundohen mu vesh pak mire. Dhe dalim të njerëzit e politikës, dhe të përmendim e ca emra, besoj që ato veshën, nuk do t'ile me dato politikën që ashto veshën. Parfumën e gratë... Kisha thënë që për dalim nga femrat, veshja tek femrat, cilat sa do pak e kanë ruajt atë kreacionin për të dhënë diçka të re. Të mashkut kemi një uniformizim. Pra, ka humbur ajo që tha Zotri Zeti qepja e teshove, kështu që të mashkut ke një uniform të cilën varësisht nga variacionet, kreacionet që mund t'i kombinojsh, mund nxjerrësh diçka që përqosh një status ose një personalitet. Duhet kujtoj me këtë rast një kohë ku shqiptarët i kanë dhënë rëndësi të veshurit. Të gjithë fotët e vjetra të arsimtarve, unë babajnë e kam pasur arsimtar,
Të gjithë fotot në thonë që të njëjtit kanë qenë në trend, me atë që e shohim si trend i viteve 60 në për filmat franceze, italiane dhe kështu me radhë, e kemi një strukturë të qytetarëve shqiptarë të cilët janë veshur shumë bukur. Dhe janë pikrisht ato që sot as pak nuk japin rëndësi se si duken para të tjerëve, arsimtarët. Mësuesi shqiptar i viteve 50, i viteve 60, deri të vite 70, kemi një manekina. Janë dukur tepër bukur dhe tepër i kanë dhënë rëndësi për të përquar statusin e tyre aq iluminist që ka qenë atëherë mësuesi, janë veshur tepër bukur. Sot kemi një anarki vlerash, e cila ndoshta u arrit me këtë ndryshim sistemit ku krijuan edhe strukturat të reja, biznismenëve të ri të cilët në vrap pas parave e bën paran mbi të gjitha e jo statusin dhe pamjen se si do të dukesh para të tjerëve, po megjithatë them që nuk ka ndonjë ka një vazhdimsi. Kemi një traditë të vogël paksa në ato vite ku të njëjtit mësuesit janë veshur tepër bukur. Po edhe qytetarët tjerë që ka punuar në administratë shtetërore dhe kështu me radhë. Nare, a ka humbur kodi i veshjes, dress kodi, ajo që u përmend nga dy parafolësit? Unë punoj në shkollë, momentalisht shkollë muzikës në Ligjëraj Piano. Mirë po përveç asaj, kom punuar edhe në disa shkollat mesme, kryesisht në Shkup, edhe kom ndru kolektivet ndryshme. Dhe unë definitivisht mendoj se ka humb ai kodin e kom pas gjithashtu nanën mësuese, edhe shumë mirë mbajnë men në kohën kur ajo ka qenë punë si tash është pensioniste, duke në saj, atë stilin elegant, një mësuese klasike, e cila sot ndoshta rrallë diku, shifët rrallë diku e gjemë. Perspektiva jeme është tjetër, unë jap mësim në një shkollë arti, na jemi pak më të lirë në atë aspekt. Për atë arsye ndoshta unë edhe jam sonte me juve, se kom një stil tjetër edhe pse ligjëruse në një institucion. Mirë po shof edhe shumë pajtohem se nuk ekziston më dress kodi, i kemi thy disa ligje të shkrume ose të pashkrume, nuk i di cilat janë ato, dhe ajo sipas me është një negativitet shumë i ashpër në shoqëni se na paraqitemi para fëmijëve në një moshë shumë kritike prej 15 vjetë tutje, të cilë mund ndikojmë shumë gabim. Për atë arsye duhet të kemi tepër sukses ose kjo të shkruhet diçka ose të evitohet ose të bie ndonjë ligj për dress code, si ashtu si e kanë edhe në disa shkolla nxënësa të cilë veshin uniforma për çfarëdo arsye. Mila, është humbur apo jo dress code-i? Përmendëm eventet në opera, në teatr. Profesori tha që vinë edhe me atlete aty, që ka të drejtë pajtohem. Si mund të kthejmë një nivel në këto evente? Si mund të ndikojmë të opinioni? Ta përmenda, do më thonë, muzika, arti, media, sidomos. Do më thonë, nuk ka debatet e në unë. U gëzova, edhe ta shpreh edhe në telefon, u gëzova për ftesën, për një debat pak më ndryshe. Jemi mbushur me politikë, ndëgjojmë sende jo atraktive për secilin, dhe më thonë edhe nuk në tërhekin vëmendjen thjesht. Një media ka, dhe më thonë, është një arme fuqishme që mund të ndikoj. Janë hub kriteret, janë hub vlerat, okej, edhe kjo ka aramje dhe kretë mirë, po kemi potencial, jo se s'kemi potencial. Shumë më mirë e dinë se në një, dhe më thonë, të gjithë ne shqiptare, sidomos, duhem të shkojmë në premierë vetëm, në teatr. Nëse neve nuk naftojnë në premierë, ne nuk shkojmë në atë shfaqe, dhe më thonë. Pre aty që vetë, a shkojmë ne të dukemi, të na shohin, ose shkojmë vërtet se na intereson. Shqyqyr që ndodh një ngjarje. Jo se nuk ka evenimente, dhe më thonë, nuk ka në aspektin e operës, okej, ne jemi shoqëri pak me izoluar, okej, sidomos pjesha shqiptarëve, jo shumica përzihet, dhe më thënë shkojnë operë dhe balet, jo çdo herë ka, dhe më thënë një shfaqje ose një, nuk e di, balet shqiptar, ose nuk e di, një trup baletit e Tiranës ose e Prishtinës, dhe më thënë shumë rrallë ndodhin. Mirë po ka edhe koncerte, nuk e di, ekziston edhe jazz festivali, shumë pak shqiptarë mund shohish andej. Si mund të sjellim, dhe më thënë duhet të punojmë. Ne çdo herë e kam përshtypjen se flasim për sende shumë të mëdhaja, bëjmë disa krahasime jo të logjikshme për mua, dhe ne krahasohemi nuk e di me cilën, dhe më thënë, metropol
e kështu me radhë, mirë po ne nuk i harrojmë sendet e vogla. Domethënë ne nuk fillojmë prej vetvetes të ndryshojmë, çfarë duhet të ndryshojmë, atë domethënë to përcjellim edhe gjeneratave tjera, fëmijëve tonë në shtëpi në fillim. I harrojmë sendet e vogla. Domethënë ne mund të bëjmë debat, të flasim vetëm për një ngjyrë sonte. Edhe të kemi plot sende, dhe na çon në një hap tjetër. E jo me shumë sende të mëdha, shumë tema të mëdha, prekim shumë sende, mirë po jo në thelb. Domethënë duhet fillojmë prej thelbit. Faleminderit. Profesor, nuk më fole për klipet pak më herët kur të pyeta për videoklipet shqiptare, po veti përmende politikanët. Si vishen politikanët tanë? Vetëm me një fjallë, ato vishën njëjtën sukur që që bajnë politikën. Njëjtë që është në gjanë. Kjo është mirë ose keq? Shtini në tanë që ku dojnë ju. Ku dojnë, ndizhojnë një për. Janë shumë gjana kanë humbën roba qepset. Mjeshtrit e mëdhej, që janë kanë këtu ne, po tash ekziston një gjenerat tjetër. Ato kanë humbën ato se industria tekstilit ka shku shumë për para. Shumë për para. Po, është edhe një tjetër gjanë. Kanë humbën ato, po janë tash kreatorët e modës, si që është mira, si janë pro, ato do të mu konsultue, me shkue me mu konsultu me frizerin, me make-upin, me mu konsultu me atë do. Po, nuk e kanë akoma atë kulturë ato vinë prap mila ti mund me të regu mas mirë, ato vinë me një fotografi që e kanë parë një serial turke, zdi shka, edhe vinë, thotë unë e du kështu, apo kupton, i ka 90 kile, apo kupton e ka pa manikenin 50 kile, edhe e mendon që ka u bo qashtu. Edhe, a mund shme me bo qështu? E shtash, hajde mila, bajre banja. Po, ato du të më konsultue. Du të më konsultue me më pas respekt për në përëndim unë ka 35 vjetë mrama asë një klient, asë një mështëri të unë nuk ma ka pru një fotografi du kështu. Ka ardhë, kam një kartë, këtë këtu, shkojnë festival, dhe shumë muaj. Du të me pas respekt për profesionët që i bajnë këtu. Du të me i konsultue dhe njerëzit, edhe atët politikës, edhe këta darës ma vekete, du të më konsultu me kreatorët. Mila, a ka... Vetëm kisha thënë që është një veshje uniforme politikanëve ta. Po flasim për meshkuj tani. Për meshkuj, vazhdimisht për meshkuj. është një veshje uniforme dhe një munges guximi. S'kam parë, i shoh disa foto në përjetët sociale, nëse shkohet në mal, të gjithë politikanët i kanë trenerka si liderët e tyre politikë. Dhe të gjithë janë me trenerka ose, të gjithë janë me setre pantol pa kravat. Pra, du të them që nuk ka do një guxim për të dëshmuar një qëndrim tjetër fare, për të dëshmuar një qëndrim ndryshe përmes elementeve të modës, për shembull. Një kohë, fillimisht më kujtohet, kur shkonin edhe me kontratë me reshin vesh, shkoni veshuni të teksti se jemi marrë vesh. Partia është marrë vesh dhe të gjithë ministrat, deputetët shkonin visheshin të teksti, të sararit, të tjetër. Besoj që kanë njëpë standardet në 2016. Sërish e kanë dyqanin e njëtë. Du them, ju mungon guximi për të dëshmuar një qëndrim paksa më ndryshe, më të lirë. Aqësa edhe kur flasin ashtu si që vishen, off record. Jo atë kur flasin në tribuna, në parlament. Po kur flasin edhe në për intervista, që kanë karakter që si ki emisioni sotë, janë tepër formal. Munges ekstreme e guximit nga frika se mos zhvishen. Mbreti është cullak. E kanë frikë aty që të tregon se si duke kur janë cullak. Okej. Profesor, në një intervjist tuaj, keni përmend disa nga klientët tuaj, keni kujtuar dhe një moment me Gerard Depardieu, kur ju thot plako jam trashur, paksa bën diçka që të mos shihet, fshima barkun. Tash mua më intereson, Mila, sa klientë të tillë ka nga fytyrat publike, po flasim, që vinë dhe ta japin të gjithë besimin ty. A ka të tillë? A konsultohen fytyrat tona publike, përfshi edhe politikanët,
sa do që duam të ikim politikës, prap po rotullohemi të ata, se na intereson ja edhe stili se si vishen. Ka diku shumë të detë këtu. Kjo studio ka Nëse aron mund të politike. përmend emra, të kësha përmendur Elmirën Mehmeti, është e vetme që vjen shpesh, ndoshta edhe nëpërmjet një mesazhi konsultohet me cilat kus të bëjë një kombinim ose sen. Nuk ka turp, domethënë, të vi të bëjë një konsultim ose nuk e di të rregullojmë diçka ose thjesht një dress code ta diskutojmë së paku. Edhe në telefon, pse jo. Përsa u përket fytyrave publike, janë në influencë të jashtmeve. Nuk dëgjojnë çdo herë, nuk e njehin sa duhet vetveten. Unë i dakordohem se duhet, domethënë, të eksperimentojnë. Se ato janë, domethënë, që në një farë mënyrë, domethënë, i vendojnë ato trende ose tendenca, mirë po shumë kopjojnë. Domethënë, në rregull është një imitim, një kopje, është krejt në rregull, të përshtatet, mirë po duhet së pari ta njehish vetveten. Domethënë, së pari e njeh vetveten, pastaj mund shumë. Ata konsultohen, mirë po më shumë, domethënë, në aspektin e qepjes, në aspektin e realizimit të diçkaje. Por si modele kanë të stilit. Që duhet të punojë, domethënë, shumë gjatë, secili duhet, domethënë, nëse shkojmë by the book, atëherë duhet secili ta ketë një stilist personal. Edhe unë ndoshta me atë stilistin më shumë të merrem vesh se sa të humb kohën atij edhe ajo se ajo të më humbi kohën mua. Pak si një stad më larg na çove. Nare, janë të nguruar kreatorët, nuk po përmendin politikan. A mund të na japish opinionin tënd, qoftë edhe me emra, jo qoftë? Unë as emrat me të përmend politikanëve. Le mu mi komentu si duken, çka duken. Unë jam totalisht out politikës. Por mund të komentojsh? Kështu kisha mendu se jo vetëm të politikan, këtu të tri, se është tema që hape ti, po unë gjithmonë mu më ndjek atje të arti, të muzika, edhe desha të ndërlidhëm në dy raste kur u përmenden teatri edhe opera, edhe që nuk vizitohen nga ne. Në gjatë muajit maj kemi një seri të madhe të mbramjeve operistike, cilat është mëkat nëse nuk shkojmë t'i shofim, ato janë tralla, me emna shumë të mdhejnë botënor. Tash së fundi kemi pas edhe soliste shqiptare, kosovare, cila e ka bo një bum të madh që ka arrit për Prishtinës me ardhë këtu edhe me këndu si soliste si rol kryesor, e në publik kemi qenë shumë pak prej neve cilët kemi pas interesim. Po le që kemi qenë shumë pak, po dhe ata që janë, pra nuk e din se si duhet duken kur vizitojnë ashtë shumë mramje. Këtu ndërlidhem me protokollin, unë mendoj se në një farë mënyre duhet të futet ose si land, ose si një kurs, cilin ndoshta kish me na mundësu të paktën Ministria e Kulturës, ajo mund të realizohet shumë lehtë. Ka njerëz që kanë magjistru në këtë aspekt dhe mund të na mësojnë shumë, cilat i kishin shumë e dobishme për politikantë spari, e mandej edhe për palën tonë, se na gjithmonë apo krahasohemi, se s'kemi ku të shkojmë, krahasohemi me palën tjetër. Unë gjithmonë e bëj atë punë kur vizitoj ndonjë shfaqje, edhe i shoh si duken ata, si duken na, sa jemi na në numër. Pra na nevojitet dikush me na tregu çka duhet me vë. Një faleminderit shumë, do t'i kthehemi debatit pas një pushimi të shkurt me reklama. Kthehemi në studio, sonte flasim për diçka të bukur, flasim për modën apo për stilin e shqiptarëve, po tentojmë të detektojmë problemet e tij. Mila Kadriu në pjesën e parë tha që ndoshta do duhet fillojmë me debate vetëm për një ngjyrë, të cilët do të nxisin edhe debate të shumta për këto pjesë më të bukura të shoqërisë sonë dhe t'i largohemi ndoshta debateve të zakonshme të cilat zhvillohen te ne. Kam kënaqësinë që sonte post Milës në studio të kem poetin Lulzim Aziri, profesoreshën pasionaria Aslani dhe të nderuarin profesor themeluesin e Institutit të Modës këtu në Shkup, zotriun Izet Curi. Kritikuam edhe lavdëruam qytetarët, ftyrat publike. Të hidhemi te ajo sfera juaj te industria e modës, sa shqiptarët janë, sa e kanë të zhvilluar këtë pjesë, sa kreator kemi, sa revi mode kemi të shqiptarët, sa maneken kemi dhe manekene, a kemi edhe këtu deficit?
në kohët e mrama, këta 10 vit të mrama, pa dyshime, janë kreatorët e modës, janë shqiptarë. Sidomos, shumica prej atyve janë të Kosovës. Por vetëm gjë se ka qenë shkolla e parë që janë kona jo me metodet moderne, me metodet evropiane, por ato janë më të mirë në Ballkane, më të mirë. Në Macedoni është tjetër gjë, këtu kanë shansa kreatorët e modës pëse ekziston industria. Po këtu është industria absolutisht e madhe, është një industria me madhe në Macedoni, bukur që është tekstili, po ato punojnë me një sistem lonë, që është ajo pjesa me e zorshme në profesionin tonë, kanë gigante, kanë fabrikat shumë, me makinat shumë moderne, se nuk mund që të nërish me marë punën prej shtëpijeve të modës të evropiane. Ato ishtë për mjë dhonë punë, ishtin me i blej makinat moderne këtë, janë të sukuqëshme, janë spitale të mdoja, janë klinikat të mdoja, pa doktor. Pa doktor. Nuk kanë modelist, nuk kanë stiliste. Italianët pse e kanë stilin e vetë që italianët kësë, edhe femnat, me kanë femnat shumë bukër veshën atje, prejnë mëngjes dhe në mramje, burrat veshën me guxime të mdoja, që banë ngjyrat Fiksuar. Edhe, po, industria Italia para 50 vjetëve ka qenë bankrot, absolutisht ka hup. Po e kanë bërë industrinë e modës, e kanë bërë industrinë suksesin e madhë, kanë arritën që një industri e thjesht a bërë luksuze. Pëse Armani, teshat, shumë luksuze. Armani është konfeksi e thjesht, vetëm është e pasër e bame. Industria e Italijës adaptuar simbas kërkesat e kreatorit. Por ata është suksesi madhë të italianët. Shumë shpejt ato, edhe në Francë, akon krejt e kundër ta. Një kreator nuk ka mujtën mi kepën në fabrikë, se fabrika një qëtë copa, nuk ti kepë. A i ka shku në Itali. Edhe krejt kreatorët e Francës e prodhojnë në Itali. Tash është tjetër gjë, edhe në Francë, absolutisht zgati nuk ekziston. Nuk ekziston fabrikat tekstilit, nuk ekziston se nuk janë adaptuar si mas kreatorëve. Kreatorët e Francës këtë i prodhojnë në Shpaninë, Portugal, në Hungari, ku di shka edhe në Macedoni. Për ata në Francë, industria e tekstilit ka upa, jo kreacioni. Po deshta me thonë, masi për modën këtu të na, modën është absurd me thonë që sot dishka moda. Moda nuk ekziston sot. Absolutisht, moda ka ekzistu dhere viteve 90-ta, edhe ashtu, sot ma nuk ekziston moda. Sot ekzistojnë stilet e ndryshme. Pse ka kreatorët mëj. E emni kreatori modës, që thej stilist, ka filluar me Yves Saint Laurentin. Edhe moda ka ekzistuar, sukur që dini me marrë një fotografi të prindve të juve, viteve 60-ta, e njifni me njëherë fotografi që është viteve 60-ta, e se viteve 50-ta. Po neve me nga qitë sot fotografi, qëfar e po kemi na? Absolutisht, makedonska salata, kete porzime, apo kuptone. Se në Francë është një salat që i thënë la salat macedonienne, shumë me porzime është. Kemi humbur mundësin që përmes industrisë tekstilit të ndikojmë edhe në kreacione. Sepse kemi parasysh që Perëndimi nuk prodhon më atë që thatë. Ska fabrikat tekstilit. Fabrikat e tekstilit shkaku pjesa me eranë. Shkaku i fuqisë lirë butore është në botën e tretë. Po bota e tretë zakonisht është kreative. A kemi mundur të ndikojmë ma tepër në këtë drejtim? Sigurisht nuk është. Një ditë absolutisht industria s'ka qare pa u adaptue se shka lip mila. Absolutisht. Në qofë që do me arritën dikun me pasën në vend në bota. Po këtë të egziston ajo që egziston e të. Po deshta moda është afinitet, është kultur. Nuk mund një sot që nuk kini shije mu bo, a unë e mirëna me moda. Po, kretë,
Ajo duhet me pas kulturë, duhet me pas shije, duhet me pas durim, ama sidomos lek duhet me pas. Sot. Sigurisht, nuk këtu është një problem, unë sa kom pa këtu, shkojnë me kejp të një robaceps me idejen që ma lirë. Është absurde. Aja absurde, është absurde. Për ju të regoj në historitë kostimit që egziston, 1950-ën, të Christian Diori ka pas 2 vitrina. Atër, 1948 ka fillu emni pret-a-porter. Ata Christian Diori edhe Pierre Cardin e kanë ba atë fjallë, pret-a-porter dhe me thonë gati mu bajtë. Edhe, akon në vitrin, një kostimi femnave, pret-a-porter, e ka pas çmimin që ja bën në fabrike, e ka pas çmimin 1000 franka. Shembële, edhe në tjetërën vitrinë akon ajo që ja bën dorë. Ajo akon 200 franka. Ajo që ja bën dorë, shumë ma lirë. Pse? Shumë ka pas robacepse. Shumë ka pas në përgjën. A industria e re, ajo ma interesanta, ku kuptën? Po sot, ajo e industria sa është 19 eroa, ajo me masa është 40.000 eroa. Nuk mundi me kep ju kostim në Francë, në shtëpijat e mdoja, ma lirë se 40.000 eroa. Nuk eksiston. Apo kuptoni? Etash, tu kanë hubën robacepsat, po kanë lidhën kreatorët. Kreatorët kanë me prodhu robacepsa. Kreatorët kanë me ngrejt industrien. Ata, hiq pa dyshime, jam i sigurt atë, absolutisht. Se nuk mundet me hubë këtune një industrije atë që madhe që jashtë, unë e këmë dëgju që në Shqip janë 72 fabrika. Është giganti madhe ajo. 72 fabrika nuk kanë ide që ato me marrë një kreatër të modës. Ato du të mirë zonë besë talentave që janë të këtu edhe egzistojnë. A kemi talenta? Sigur, hërë. Mila, pse kemi aq pak evente të modës, sfilata? Ti je prezente, aq sa organizohen, po jo ndonjë event ta quajmë kryekput shqiptar këtu, nuk ka pasur. Ndonjë javë të modës, ndonjë grumbullim të kreatorëve shqiptar. Ka pas viteve të 90-ta, ka pas disa javë të modës, pastaj ka një ngecje të disa viteve, edhe në 2011, nëse nuk gabojmë, 2010-2011, prapë fillon një organizim. Shumë faktorja. Në më thonë, faktori i parë është kapaciteti i një kreatori. Jo vetëm kapaciteti kreativ, ajo nuk mungon në asë një atelje. Kapaciteti, do më thonë, në aspektin teknik. Sa mund të arrish, duhet të egzistosh, duhet të japish, do më thonë, rroga çdo muaj, duhet të ndash financa për një sfilat, duhet në një tendencë të re, duhet të mendohet mirë, duhet të humbet kohë, duhet të blesh materiale, do më thonë, që janë për 2016 t'i blesh për 2017, edhe sa mund në një orar aq të ngjeshur të arrish të bësh, do më thonë, së paku 20 kreacione. Ajo e tëra do një organizim në nivel. Jo shpesher jam e kënaqur me organizimin. Në më thënë, 100% nuk ka shansa të dalë, atër do ishte ideale, po ndoshta disa edhe 20% që e të paramenduarës nuk mund të realizojmë. Janë shumë faktor, prapë do them se në më thënë nuk ka interes aq të madh. Sfilatat e Jona i vizitoj njërës që absolutisht, do më thënë, vinë vetëm për të fotografuar, se kanë qenë një sfilat mode. Jo njeri që merret me modën, do më thënë, profesorin Izet Turi, kër e shof mjep fort të vazhdoj, edhe më te, për janë njës shumë pak njës kanë interes për modën. Ndoshta edhe mos informimi i mirë fillt. Ndoshta edhe skeptik se si duhet të vishem, shumë normal mund të vishesh, në të një aksesuar të vendosh, edhe të vish, herën tjetër do të ish shumë më mirë si duhet të vishesh, dhe do i shprehish veten e jote, do më thënë dhe shumë më i lirë. Mos informimi, definitivisht. Marketingu, do më thënë, krejt elemente që e përbën një shtëpi mode. Shpesher e ndjej vetën se e kam tepruar. Nuk e kam tepruar, do më thënë, 3 herë në vit ne bëjmë koleksione, kurse një industri nuk e di, në Francë, në Spanjë, bën 20 filata
ose 20 koleksione. Këllon së paku të ketë, domethënë për një sezon një koleksion. Mendoj se Tirana edhe Prishtina janë disa hapa para nesh, jo vetëm një hap. Desha të lidhem të pyetja më herët. Kemi një shkëputje shumë të madhe, një absurd shumë i madh. Domethënë kemi kreatorë të ri, kemi kreatorë më tash që kanë një eksperiencë pune prej 10 ose 15 vitesh, aty jemi, aty gjendemi. Edhe kemi një industri aq të madhe, domethënë jo vetëm në Shtip, po ka edhe në Koçani, edhe domethënë në qytetet tjera. Punojmë për kompani, domethënë për stilista, domethënë të nivelit shumë të lartë, a ne nuk kemi asnjë farë bashkëpunimi me to. Ndoshta i kam klient, mirë po, domethënë diskutojnë shumë çështje, mirë po nuk ka lishmëri, domethënë ka një shkëputje. Edhe tash, domethënë derisa të vite bashkimi të dyjave, atëherë mund domethënë të ketë një eksplozion me një rezultat shumë të madh. Po duhet kohë, definitivt. Domethënë duhet një zhvillim i hatashëm. Edhe një krahasim që desha ta bëj, domethënë nëse shkon të blesh një fustan të bardhë, ta quaj. Merre Greqinë ose Tiranën. Qoftë edhe ta marrësh me qira, kushton 3 herë sa kushton një fustan, domethënë te ne, domethënë i bërë për masat, edhe me dëshirën e klientit. Edhe kjo është absurd, momentalisht, domethënë, ato se më të lirë. Më të lirë, definitivisht. Domethënë, ti ble konfeksion, domethënë prej fabrike, nuk mundet 38-shi, domethënë çdo trupi ti përshtatet. 38-shi, domethënë, nuk e di, ke shpatullat, por në bel jo. A ne e bëjmë, domethënë, me porosi, materialet të klasit të parë, 2 vitet e fundit, domethënë, ka vërtet një laramani të madhe, edhe ka një mundësi të madhe, bile edhe kompanit të indis janë të interesuara, çuditem pse, domethënë me kapacitetin e jonë, mirë po ka interes, domethënë, kemi oferta edhe kemi mundësi, duhet të ngrihet niveli. Domethënë duhet të rrezikojmë shumë sende që të arrijmë dikund. Luli, i blen kostumet apo i qep? I ble, sot s'ka njerë që tha zotri Zeti s'ka roba qepës, po dhe nëse ka, janë ashtë, nuk ke levërdi, sepse kostumet industriale që janë të mira, që vinë edhe nga Turqia, tash Turqia është bë brend. Më para Turqia ishte diçka që nuk e shifshe me sy. Po tash Turqia është bë krahasim nga ajo që na vin tash nga bota e tretë, nga bota e katërt, nga Kina dhe kështu me radhë. Turqia është bërë diçka që një status i një qytetarit me një standard të mesëm, që mund të blej. Pra unë nuk jam i pasur që mund të shkoj tek Izetcuri dhe të qepi një kostum. Unë jam qytetar që i jap rëndësi estetikës përditshme, gjatë veshjes së përditshme, asgjë më tepër. Dhe du të them që ditën e sotit një qytetar që e ka një qëllim si unë e ka shumë më lehtë se para disa viteve, kur ishte edhe tekstili ishte i shtrenjtë, edhe tregu ishte i vobegë dhe kështu me radhë. Sot e ke një treg të lirë, tepër të lirë, do të kisha thënë të tekstilit, kështu që me një pak vullnet, me pak komparacion, me pak guxim, do të dësha them, mund qytetarit të duket edhe me dress code, po edhe në jetën e përditshme, i veshur bukur, të përçoj energji përmes veshjes, të përçoj interesat e tij, nivelin e tij intelektual, social, ekonomik përmes veshjes dhe kështu me radhë. Është çështje tjetër se përsa i japin rëndësi qytetarët dukjes, përsa dëshirojnë që në vendin e punës të jenë të veshur bukur, përsa intereson në teatr të jetë ndryshe i veshur, përsa intereson në dasëm të jetë ndryshe i veshur dhe përsa intereson në mal të jetë ndryshe i veshur. Pra janë çështje kulturologjike, do të kisha thonë, sepse kemi raste anomalive shumë të ndërshqiptarët me veshjet. Unë do të kisha përmendur 2-3 raste të tilla, për shembull, shkon në Katund, në mbrëmje, në ora 21, del zotri Qazimi me kravat, me tesha dhe shkon në Çajtore Luamgur. Pra është një çështje kulturologjike që duhet të bësh një distancim paksa, se veshja është konform vendit. Vishu si e ke vendin, jo si ndjesh ti se veshja, sepse si sa pastaj krijon ato çorbat e ndryshme ballkanike dhe nuk dallohet çka është mire, çka është. Nare, kur ke qenë për herë të fundit në një sfilat mode? Sa ke informacion ti për sfilatat e modës? Nuk kam qenë
nuk bajnë men kur kam qenë në sfilat mode. Zakonisht i shoh masi që të mbarojnë, që kanë shku shoqet e mia dhe i gjelozoj, s'muj me mri asë njëherë mu kyç në atë botë. Dhe kisha pas qef, ashtu si thatë, me qenë pak ma të shpeshta edhe t'jepi ma shumë rëndësi edhe të tregohet ma tepër që ka ndodhë dhe si ndodhë, se edhe ajo është një mënyrë shumë e mirë me na mësu gjana të reja edhe kod dhe etik në përgjithësi. Një pyetje për të gjithë ju që ishte e parashtruar edhe në anoncimin e këtij debati. Zotëri Zet përmendi që në Kosovë kreatorët kanë një hovë më të madh, janë shumë më cilësor. Por sa i përket qytetarëve, asaj që e shohim në rrugët e Prishtinës, Tiranës dhe Shkupit, cili është dallimi apo cilat janë ngjashmëritë? Nuk ka dallim, këtë është shprehja flagrante vulgarizmi. Ashtu, ajo dominon mas shumë të vulgarizmin. Ndash Tiranë, sidomos Tiranë, absolutisht... Profesor, në rrugë ndoshta, po në mediat, shohim që mediat e Shqipërisë, musafirët janë më të bukur të veshur se sa në ato të Kosovës, për shembull. Që nuk e dallon, ndoshta Italia është afër e ka pas dikim, pak shumë në qytetarët e ata shka e shini ju, është në 3 vendet që i përmeni Shkupin, është vulgarizmi absolutisht. Në qofë se ato kanë konfuzion, nuk e din se shka është moda, nuk e din shka është ato. Ato mendojnë që sa ma shumë që të tregojsh likur, sa ma interesant je. Ato duhet që tërkun mi tregu e jo në rrugë. Nare, cili është opinioni jotë për stilin e qytetarëve këtu, Prishtinë, Tiranë? Besoj ke udhëtuar, ke pas Unë e jam e Prishtinë, se atje një kohë gjatë kom jetu vonë, jam kyç një jetë në Shkupe edhe kjo është gjithashtu e pashmangshme prej anës teme ku e bëj një krasim. Nuk di pse manon më shumë ajo shija nga Prishtina, ndoshta se është ma e vogël edhe i shoh ma tepër. Këtu jemi pak ma shumë të shpërndame, nuk shifemi edhe nuk ka evenimentet cilat na mbledhen, janë shumë tralla edhe kur ka, cilat na mbledhen edhe e shohim një tjetrin. Po, unë varësisht prej qarë eventi mbledhemi e shifemi, unë mendoj se janë tralla ato njerëz që kanë shije edhe dinë të vishën bukur, po ka dhe prej tyre që e kënaqin krete, unë jam shumë e keqe dhe gjithmonë i vjedh kështu me sy edhe më shef tas pak i shaj. Kreatorët që ekzistojnë edhe në Maqedoni, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, ato mundohen me impunue, idejat e vetës se janë mirën me estetik, mirën këtë, e kanë pak zorë, se është tregi i vogël, s'kanë qare pa i marrë edhe ato në mështeria. Okej, çfarë rekomandoni ju për sezonin që po na pret, ai i dasmave, i verës? Mila? Konsultue kreatorët, për zonë tjetër. Nuk besoj që të gjithë kanë as mundësi, as kapacitet, po ja t'ju japim një... Cilat janë trendet botërore aktualisht? Apo a mund t'i mbrim në trendet botërore, apo stagnojmë dhe njerë? Vitet e 2000 nuk kanë, që trende ka, do më thonë, çdo sekund. Moda zhvillohet në fat, do më thonë, sekundash. Nuk kanë, do më thonë, 10 vitet e fundit nuk kanë dhe një stil të veçantë. Që që përmendi edhe zoti Vizet më herët. Do më thonë, kjetë 60 dallën, 70-at, 80-at, sidomos 90-at të fundit, 2000 i ke një përzierje të madhe. Do më thonë, çdo send shkon, çdo send është në modë, shumë varet stili individual. Ti si individ si do ta mbartish, edhe si ndjesh. Më thonë, kur ke shpirt artistik, çdo send që e shoh në rrugë, gjej një farë logjike. Pse e ka, por pse e ka, ose ka vesh nuk e di një send të vjetër të mamit vet, ta quaj, ose një palë nuk e di, pantallone që nuk i shkojnë ndoshta, mirë po ati si person, si karakter, duket bukur, ndoshta vetë secili. Domethënë flitet për stil individual, flitet çdo herë për stilin. Nuk ekziston një botë, nuk e di, një dallim domethënë vitesh ose ja, vitet e fundit, gjithmonë flitet domethënë kohët e fundit për një stil individual. Si do ta shprehësh, si do ta sjellësh domethënë një kombinim.
Në me thënë, tani unë në këtë intervjist nuk mund përdor ato pyetjet që janë përdorur para 10-15 vitesh, çfarë ngjyre është në modë si vjet? Nuk ka më pyetje të tilla për modën. Absolutisht, parë dhe përmen, ose kini shka me përmen moda, absolutisht moda nuk ekziston për viteve 90-ta. Nuk ekziston. Moda ka ekzistu viteve 80-ta, viteve 70-ta, viteve 60-ta, viteve 50-ta, viteve 40-ta, 30-ta. Absolutisht nuk ekziston moda sot. Sot ekzistojnë dizajnerët, stilistat, e cilët e imponojnë stilin e vetë. Absolutisht, ju mërni gjyshën e juve, shënja një fotografien, si cëllë e di se kur është e bama e fotografi. Se ato të viteve 60-ta, a konë këtë levizja, muzika, dizajni, moda, krejt bashkë, krejt janë vesh njojt. Viteve 70-ta, si cëllë i ka pas zilu fëtëri këtu, flokët e gjata, krejt, sot këshirë, absolutisht nuk kemi, pse, sot kini shien e juve edhe kini zgjedhje. Kini zgjedhje, si kini plot kreatore, kini plot butika, une kër janë konë Shkup, janë konë 4 butika, sot sa janë? Egziston edhe fjala retro. Egziston edhe fjala retro. Kini zgjedhje, absolutisht, moda nuk ekziston, ekzistojnë stilet. Ju e keni një stilin e juve, ajo ashtu, edhe unë e kam stilin tem, edhe këtë, edhe që stilet. Moda, ka mod, nuk ekziston. Moda ekziston të tash kreatorët e modës, ato e impunojnë stilin e vetë, edhe sot unë jam stilist, edhe stilin tem, edhe shkojnë ato femnat, mu vesh ato, ajnë mështëri që i polqenë, ata shka ka bon aj tjeti, shka ban aj tjeti, qështu. Ju si ekspert i kësaj bote, nuk po them të modës, do them të stilit. Kur shihni ndo një kreacion, a mund të dalloni nga cili stilist shqiptar vjetë? Absolutisht, a gjitha janë ato, një 10. Janë 100.000, a veç 10 janë. Jëse ju e kini, ju muni me, sa kreatora muni me përmenën viteve 70-ta. Ju i përmeni për memoar të historijës janë 10-15, pa ato janë konë 15.000. Në këtë historinë, në këtë domenet, edhe në pikturë, në grafik, edhe në gjera domene, për historinë ato janë shumë pak që mund që e kanë arritën me pasën stilin e vetë. Sukur në pikturë janë pak që janë Modigliani, pak që janë Picasso, pak që janë Monet, nuk, jase i pak janë si Baconi. Ju me pa një pikturë të Baconit, bët një vizatim ju e dini që është e Baconit. Personalitetet e mloja. E në modë, janë shumë pak. Po, unë do të kisha thënë atë që ashtruat e si pyetje Milës, si mund të përmirësohet një situatë të tillë, si mund pak sa ndikohet që qytetarët të vishen më bukur, të vishen kundruall situatës. Besoj që përmbajtjet edukative duhet të nxiten në forma jo formale, qofshin edhe në sistemin arsimor, dhe mbi gjitha media duhet të nxisin, të japin atë shtytjen, të japin atë të ngrisin shijen e qytetarit se si të vishet më bukur. Të na çështja e modës në për emisionet e ndryshme televizive kuptohet si raportim për atë se kush ka pas fillat dhe me kaq përfundon. Mundet edhe më tepër, mundet edhe sepse Maqedonia thamë që është një terren i pashfrytzuar i modës. Unë mendon se kanë guzim njerëzit këtu të shprehen lirshëm për stilin e dikujt? Po si jo. Asnjëherë nuk u përmend sonte këtu, pos Ermira Mehmeti që konsultohet me Milën. Unë një plejad politikanëve përmenda që vishen me trenerka sepse lideri është vesh me trener. Po harrova. Po ishin pa emra, po. Do të them, pavarësisht emrave, media duhet nxisin, duhet të ndikojnë, qoftë edhe përmes vetë udhëhecëve të saj, qoftë edhe përmes përmbajtjeve që do të lidheshin me modën, do të angazhoheshin, përmendëm se paska, ka edhe kreator të modës, ka edhe dizajner, ka edhe të cilët mund të angazhohen që të nxjisin, të imponojnë veshje, të imponojnë stile, të imponojnë shije të qytetarës, sepse kështu se cili mbetet që thote kjo imja është më e mirë dhe për shije nuk diskutohet. Si nuk diskutohet? Diskutohet që ç'kem me te, sepse dalim tepër laraman, tepër një shoqëri pa shije për ngjyra.
Dhe ishte e thonë që më pëlqen një fjallë këti në Çeki, na ju thënë këtu kreatori modës, po ju ma shumë një anglofona këtë, dizajnera, po kreatori modës, në Çeki, ato si i thënë kreatorit modës? Diktator. Më pëlqen ki shumë, atash si qëli kreatori modës kam me impunue, metodet e veta, stilet e veta, ashtu edhe kam i ba mështërien. Po, prapë për ju thënë, nuk munde ju në moda, du të me pas shije mas pari. Mëse du të me i lizu një të reshtë me një liber, apo kuptëni? Du të me ngu pak muzikën, apo kuptëni? Sa mirë thot ati ti muzikër e ka arpi Kosovës atje, sala janë 10 veta, apo kuptëni? E njerës si mund gojë muzikë, si mund të lexojë një liber, si mund të shkojë në teatr, si mund të shkojë në film, ato ku mësojnë? Ato serialat, zhuta shtampa, ato Turqijes. Edhe që ato janë influencët, Ajo standardi. Primitive, francesë thënë pasherë. Nare, po të lë ti kritikojsh njerëzit e sferës së muzikës, ato që i shohim në... Edhe njerë, Anita më falë? Po prec nga ti të kritikosh njerëzit që miren me muzikë, stilin e tyre të veshjes. Nëse ke kritika, ose nëse... Shumë është teme gjanë stili edhe veshja në muzikë se ka prej tana llojeve. Ajo që është në konsum të gjerë, po flasim për muzikën komerciale tani se... Tëshi, ajo e thashë edhe më përpara shumë ndikon edhe ndikon kryesisht negativisht në rinin sot, në shije, edhe në veshje, po edhe në stil të muzikës, se ata e bojnë për një masë shumë të madhe të njerëzve për fat keq që në mbulon, në dominon, edhe madje na nuk mund ta mujmë me një matë bukur edhe me një matë mirë. Tëshi, shumë bukur për themi se cili për potencojmë, se cili kemi shijen tonë, se cili kemi stilin tonë, po prap është një e bukur, një regullet bukur se pa shkrume që nxjerrët prej krejt kësaj edhe ajo e shumëtumja cilën në asnjë mënyrë nuk po mujmë me e mujtë. Si ndukje, si ndëgjim në aspektin muzikor. Ajo mundet me na shkatru shumë keq. Edhe një pyetje për fund, Mila, në sfilata jote e para fundit, nëse nuk gaboj, ishte me motive nga veshjet kombëtare të zonës nga e cila vjenti nga Kërçova. Sa duhet të ruajmë këto elemente kombëtare në imponimin e një stilit të caktuar, në një periudhë të caktuar? Duhet t'i ruajmë, dhe më thënë është një pjesë e kulturës sonë. Edhe pse mos t'a ruajmë? Dhe më thënë është një veshje shumë specifike që ndoshta edhe ajo ishte momenti që unë të bëhem kjo që jam sot. Dhe më thënë, duke e parë në të i vej ato këmishët, shpesh e kam përmendur dhe ndërlidhem në një tjetër aspekt. Dhe më thënë, nëse ekziston moda e lartë në Maqedoni, unë them veshja kombëtare kërçovare. Dhe më thënë, prej këmishës, prej brezit, prej të gjithë elementeve që i përmban ajo veshje, ka shumë pak informata, dhe më thënë, për këtë veshje, janë krejt, dhe më thënë, të vejme dhe, dhe më thënë, prej perit. Dhe më thënë, qëndisi ashtë në dorë, krejt qepja ashtë në dorë. Dhe më thënë, nuk përdoret maqina. Dizajni është ashtu si që është. Dhe më thënë, kove të fundit ekziston kiç, dhe më thënë, vendohen shumë, dhe më thënë, tregojt një status tjetër, i forcuar, do të kësha quajtur. Mirë po si bazë, ajo ka çdo element, dhe më thënë, asaj veshje e formon edhe e thekson trupin. Dhe më thënë, me atë veshje e formon trupin tënd, si duhet. Mendoj se çdo herë do ketë ndikim, te unë sidomos, në çfarë do elementi, se në çdo sen, dhe më thënë, çdo element, në çdo vijë të asaj veshje unë gjej logjik. Dhe më thënë, kur ka mund në atë kohë të paramendohet edhe të krijohet një send i tillë, pse mos e kemi si bazë? Mirë po, nuk kisha përdorur, dhe më thënë, shumë në dasma, siç bëhet edhe tani në Kërçovë, dhe më thënë, nuk u kthye trendi, nuk e di, nuk se dalin me ato rrobet e gjata. Dhe kisha ruajt vetëm në aspektin kulturor. Fatkeqësisht edhe në muze nuk ka, dhe më thënë, asnjë veshje të tillë. Dhe më thënë, është një veshje tepër interesante, shkon me një grim shumë të çuditshëm, dhe më thënë, e kam shumë të çuditshëm, pozitivisht e quaj. Dhe më thënë, i përket një duket si gesh japoneze ose si ato maskët veneciane.
Domethënë, këta i vizatim shkon në fytyrën e, domethënë nuk ka identitet. Që edhe vetë moda tenton, domethënë nuk ke identitet në fytyrë, më kupton? Munduesh të eksperimentosh edhe mos dukesh. Ajo është ajo. Domethënë veshjes si jepet, domethënë vendi i parë. Faleminderit. Zotërizet, sa mendoni se duhet të ruhet ky thesar popullor, kostumet popullore apo elementet të tyre, sa duhet të ruhen në stilet në të ardhmen? Duhet të ruhet shumë, aja është front shumë i zorshëm, se janë influencat që janë tjera e cilët e kanë marrë krejt atë vend, nuk këtu më shumë i kini influencat që janë arabo-otomane o turke, edhe ajo e thjeshta, vulgare, që është shumë lirë në shtetet perëndime, me ato mundësijat tona, me ato mundësijat që i kanë njerëzit mesin ati, po shqyqër që i kemi këtu, sikur që thash, unë besoj në rinjën, besoj në talentet që ekzistojnë këtu, edhe ato kanë me fitu atë front, sigurisht kanë me fitu mu hek vulgarizmi, mu hek që më punu, mëson që me estetikën me punu, jo me vulgarizmën. Kanë me fitu, kreatorët e rijet, e fitojnë ato. E fitojnë, si ta është, këtu në me ja pas përmen dikuj para 20 vjetëve kreatori modës, atë që shka është ajo, a lijet në buka, ajo, të se kanë ditë fjallën që ekzistojnë. Sot ekzistojnë, edhe luftojnë, edhe munohon, me estetik, me qitë në tregë. Edhe kanë me shku, po duhet me pas edhe vullnet, duhet me punu shumë, me pas edhe pak vullnet politik, mëse ne industria s'ka qare, po adaptue. S'ka qare, rinia, arnoft të rinia, ato e fitojnë sigurisht. Po prapë po vemi atini, nuk mund ju e shini mirë, këtu ne me shku me një librerije, me pyt dikan, a blen dikush liber me lexu. Unë jam konë disa promovimet librave këtu, shumë pak njerëzje, edhe jam këmë shku edhe në koncerte klasike, moderne, krejtë, edhe shumë pak njerëzje. Mirë, po kur me shku kur ka ardhë David Guetta këtune, ati plot, apo David Guetta çfarë muzike, ding, dhe fund ka marrue. Se ma bane mund dikush, kush është ai David Guetta? A Knona? Një pyetje shumë personale për Lulin dhe Naren. Luli ndonë se është i zakonshëm në veshje, po është jashtë zakonshme sepse është gjithmonë i veshur me stil dhe i kombinuar, ndërsa Narja, si që thashtë edhe në fillim, një veshje pak jo konvencionale për një profesoresh, a ju jep kjo në një knajtësi të veçantë që dalloheni në rrethet ku lëvizni? Çfarë knajtësi është? Mos ishte knajtësia, sigurisht që nuk do të ipja kaq rëndësi. Mendoj se është një dyzim imi, i shpirtit tim, i preokupimeve të mia estetike, i kulturës ime të përditshme, të brendshme, të jashtme, e cila shumë mirë dyzohet në atë që unë përcjell përmes veshjes. Dhe e njëjta skasit mos jetë edhe ritual, për shembull, sepse ti në çast je i ballafaqjuar me nivelin tënd estetik, me informacionin tënd, me kreacionin dhe guximin tënd për çastet konkrete se si do të vi. Vërtet është kënaqësi se e sheh, përveç se duket bukur, atë se di se si duket, po megjithatë ndjehem bukur nëse unë jam veshur mirë dhe sigurisht që ditën e kap më me këmbë mbar, më me optimizëm, s'di si të ndryshë, është ndjenje mirë, është për gjitha. Unë isha pak skeptike, në fakt, a duhet të jem në rrethin e ju i sonte, se s'disha si të ndërlidhem, po është e vërtet faktit që unë dukem gjithmonë më ndryshe, edhe gjithmonë komentohem prej tjerve. Kamera s'ka arritë të kape sonte specin e kuqe e kenë bët, po.
Kam të dy lloje të komentimeve, bile ndodhe dhe prej anës nxënësve, cilve ju pëlqej ose shumë ose shumë shajnë, ose nuk më përputhin me moshën, me mënyrën e dveshunës. Unë gjithmonë e kom pas një stil ndryshe, po jo me qëllim ashtu rastisht, si thotë edhe Filuli, e ndjen vetën mirë, edhe unë e gjithmonë e ndjej vetën mirë kur dukem ndryshe. Më kujtohet edhe prej shkollës mesme disa faktet që i kisha haru e tashi në një mbledhje gjeneratave ma përkujtonin se si në shkollët mesme në atë kohën kur edhe rebelosh i kom pas 2 kapela ose 2 ora ose diçka që nuk ka qenë e rëndomt, edhe atë njëjtën e kom bo. Edhe pse tash pak në mosh, vazhdoj me vojt të njëjtën, di edhe me tepru jam e vedishme, mirë po gjithmonë më tërhek ajo që nuk është e zakonshme. Une nuk di me kërku, edhe prej roba qepës edhe prej stilistëve, une e pranoj, nuk di të kërkoj qka du, po më vjen ashtu të rastit, as nuk jom një që dalë shopping për me ble, po kur gjej diçka që nuk është e zakonshme, për atë në gjitëm edhe atë e mbaj. Nuk kam një koleksion shumë të madhë në garderobës për fatë keqe. Unë ju falenderoj sinqerisht për këtë emision shumë të këndshëm për mua, shpresoj edhe për shikuesit, dhe kam kënaqësinë që sonte edhe do të ndahem në këtë sezon me emisionin debatues Klik Plus. 7 muaj emision, 71 edicione të ti, mbi 290 të ftuar, politikan, ekspert të sferave të ndryshme, artist, sportist. Shpresoj se kemi kontribuar në krijimin e një opinioni objektiv të qytetarët. Kuptohet që falenderoj zakonisht Televizionin 21 për besimin e dhënë, falenderoj të gjithë mysafirët që erdhen, ullën dhe folën në këtë studio, falenderoj të gjithë ata që bashkëpunuan në këtë periudhë. Shikuesve, uroj të takoj në ndonjë debat, në një situatë pak më të shëndosh politike në Maqedoni. Ju falenderoj që keni qenë me emisionin debativ Klik Plus. Natën e mirë.